Kur mos thuaj kur. Ever say never. Luftova 35 vit ta pi një kafe me legjendën që kam ndikur këmbë pas këmbë. Dhe më në fund, po pi një kafe këtu në Hotel Palace të Korçës. Pa ndërmjet. po mirë, ku e gjen fuqin doktor unë, kur vinë protesta 200 km bëj, edhe 2 ditë rishtrirë. Kurse ti je në Kukës paradite në Gjirokastër mbas. Ku e gjen çfarë sekret ke? Në vend që të them unë, duhet të them ty se ti 81-shin duhet ta kthesh mbrapsht në 18. Ashtu? Po sekreti kush është? Sekreti është kompleks. Sekreti është për ty puna, miqësisht. Po, përveç punës, thot MacArthur, mosha e burrit matet pasionet. Nuk e di, po, nuk e di. Tani kjo kafe është, unë ulem gjithmonë kafe të pi me burrat, edhe me... Sigurisht. Do më verë në shtëpi, me burra zakoni. Jo me një burr që unë kam 12 vit që e shaj e kritikoj qeverinë, e shaj me libër shtëpie, ai më thot, do më të dua, jam simpatizant i videove të tua, do të vinë në shtëpi, e ku e di unë gjëra të tilla, doktor. Sepse ai me mësim më të vjetër njeriu din vetëm të bledhë shes njerëz. Morali i tij është bledhë shit. Unë përveç po harro pastaj se ka të tjerë që zbirën shitën. Unë doktor ta them me bindje, do më thënë tradhtia, ndoshta është edhe në gen. Unë kam 28 vit martuar. Kam 28 vit martuar. Po. Kur nuk e kam trajtuar gruan. Ta them me bind për shpirt të nënës. Jo për gruan, për veten time, për po. Nuk e kam trajtuar kur, nuk, domethënë në çdo lloj fushë, dash politike, dash, po që nuk e kam trajtuar kur, po plus bashkë njësoj jemi thonë edhe familja tënde, jemi familje me... Jemi krenar me familjet tona. Kusha y ka një 4-5 i kanë dalë se ka problem, e kupton ti? Edhe thot që... Jo, thot kështu se... Ai ka gjë tjetër, Ilir. Ai ka problemi ti, ai ndron fen sa herë ndron gratë. Sa herë martohet, ndron fen. Tani dhe leu thot gazetarëve, ku e dini ju që jam i lider musliman, që ka e fundas musliman. Dëgjoj doktor. Prita ishin kafe nu? Gëzuar pra. Gëzuar? Ti di shumë mirë sa njerëz të kanë tradhtuar edhe të kanë, domethënë që i ka blerë ky. Dhe ndoshta mendovi që ky Vrenozi, një fukara që ha fasule, do më bindet direkt për një sa të them për një kafe. Dhe prandaj është tërbuar. Edhe më tha Paloka do të ndikë me bukë me vete ky tha. Se i ikën truri tha nëse e refuzon. E kështu tani Paloka e njeh. E njeh se i di shumë gjëra Paloka. Foli dje në shumë se Foli dje në shmitar. Po. Tash edhe një herë unë po shoj kafenë, e zgjodha burrin me cilin e pi kafen, sepse burri e pi me burrin, të tjerët pastaj, por besojnë e vetë. Derisa trokite në dritaren e Vrenozit, ti ke frikë vlla në Korçë. Se 12 vit tani u kujtove për mua, që do të thotë që të ka hyrë frika në palc. Në fakt ashtu është. E ke diagnozën e ke shumë të saktë. Tani ti i the atij që janë pa shkollë, po analizën psikologjike që i bëre ti atij, nuk ja ka bërë kush. Janë zore të gjithë shëmbulltyre e ti psikologjike ati njeriu. Unë sa për t'i kanë, doktor, unë... Jo, atë më qarë më ndjen... Ajo më aniti mu, se si... Qarë ndjen... ti ke...
e ke zborfyje psikologjikisht atë, e ke dërmuar. Renos, E ke dërmuar. kush mojën telefon pas Ramës? Atë pak më faqen ti një sekund. Pas Ramës mori Luka. Gjesh Luca. Gjesh Luca pastaj ishte me... Po ne, nuk ka Kanë rëndësi gjatë kjo. përbashkëta me Gjergj. Nuk ka rëndësi. Aty Kanë. që një goditje... Hapen që më faqen ti me një sekund. Nuk ka internet. Se kjo sot me autizmin ishte më e rëndë që Shumë. Ishte njeri, do më thënë, me zero kulturë, njërësire kulturë njërësore, nuk ka sepse ajo. Po. ai nuk e njeh Ramës. Nuk Ja. Ishte marrë intervistë për sy YouTube. Doktor, se nuk kapet ajo taçi, edhe një pyetje, Ja fash dhe unë sot. edhe një mendim dua që tha, do të vinë në shtëpi tha me 5 karafila, po duash hapë derën, po duash mos hapë. Po ti besosh ati, si besosh në stadinit o burë. Apo ti ti me. Ajo është në stadini ko sot, me zbol, me fakta. A e ke pyet vetëm pse nuk heq dorë nga pesa kur? Tani aty të shpine në pesa, po kur të lexosh rezultatin në 11 maj, në 12 maj, dhe zë një barko vëlla që ma beso mua. Ma beso mua. Do të marrë mund kishalë. Si je Shumë mirë. Ika tani, ika ta shijoj. Tung,